Ateş! Bir silah sesi duydum. Atesh, dëgjova një të shtënë. Çfarë ndodhi? Po e pastroja pistoletën. Papritur u shkrep, por dikush nuk po e beson këtë histori. Atesh nuk është njeri që bën gabime të tilla. Ti tentove ta vrasësh gruan që dua. Partneriteti ynë ka mbaruar dhe tani nuk ka më asgjë për të fshehur. Sa kohë keni fshehur të vërtetën për Hajdarin? Sepse sot dikush më në fund e zbuloi sekretin. Nga babai im dëgjova se çfarë përbindësh i ishe. Por ajo që zbulova është edhe më e errët. Tradhti, torture dhe një vrasje që ndryshoi gjithçka. Por ka një kthes të madhe. Personi që të gjithë e mendonin të vdekur mund të jetë ende gjallë. Dhe kur ai të kthehet, e vërteta do të shpërthejë. Nëse doni të zbuloni çfarë ndodh më pas në historinë e Ateshit, abonohuni në kanal dhe aktivizoni ikonën e zilles për epizodet e reja.